Tamam. Allah shpërblet. Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ecmain ma ba'd. Fillimisht lejoni që t'ju falenderoj për ftesën që na keni bërë dhe jam mirënjohës dhe jam shumë i nderuar që jam prezant me juve këtu në këtë xhami të bekuar, të bereqetshme, xhami e cila në të shpresojmë dhe lutemi që prej kësajna të del dritë e të jetë sebeb për ruajtjen e fesë son, po edhe udhëzimin e të tjerëve cilët janë të pa udhëzuar. Unë me juve dëshiroj sot me trajtu një temë e cila nuk është e re, besoj që keni dëgju shpesh herë, po përdëshiroj pak me thjeshtësue për nga shpjegimi e që mendoj që është mjaft e rëndësishme për neve si musliman, pikës pari ne të dim për vetën tonë, po njëjtën kohë përderisa po jetojmë në një shoqëri të përzier me besime të ndryshme, atëherë me qenë në gjendje me i dhënë disa përgjigje edhe të tjerëve që interesohen për neve. Nëse na shtron dikush pyetjen, kur është në pyetje adhurimi, se këtë njerëz në një farë mënyrë e adhurojnë Zotin. Këtë njerëz kanë nevojë për adhurimin ndaj Zotit. Dhe kjo është një lloj natyrshmërie që është prezente tek çdo insan. Po tash çysh e shfaq atë adhurimin e tij, çysh e shfaq atë besimin e tij është çështje në vete. Edhe aty ka lloj-llojshmëri. E ne si musliman veçohemi prej të tjerëve në formën e adhurimit. Prandaj dëshiroj me juve me thjeshtësue apo me dhënë disa shpjegime rreth asaj çka na dallon neve prej të tjerëve në adhurimin tonë. Gjithsesi çka është adhurimi në Islam? Çka e veçon adhurimin në Islam prej të tjerëve? Besoj që kjo është një përgjigje për cilën na duhet edhe neve si musliman me ditë, po njëjtën kohë kur jemi me të tjerët, besoj qysh jemi në avantazh në shumë sende, edhe në këtë pikë kemi përgjigje shumë bindse për të tjerët që me arrit me o shpjegue, shumë do t'i flej zemra edhe atyne dhe nuk kanë mundësi me kontestu me thonë, ja valla sa qështu. Se është tamam, se Islami është fe e natyrshme. Zoti e ka kriju njeriun dhe e ka zbrit Islamin që mi hynë punë njeriut. Prandaj përputhet plotësisht. Tash po kthehemi te ajo. Pikës pari çka kuptojmë adhurim? A mundet çdo kush me shfaq një veprim edhe me thonë vallahi unë se ka shumë njerëz thonë unë e besoj Zotin, ka edhe kjo ideologji tash, unë e besoj Zotin, po nuk i besoj feve. Se fet, që po e predikojnë ata, mus po më pëlqen ajo. Zoti ekziston. Po unë e adhuroj Zotin në formën teme. Edhe ati mi e thonë që si e besimtari i vjen mërzi. A në fakt ai nuk është besimtar. Ti nuk është besimtar, se besimtar nuk është vetëm me adhuru Zotin që çdo ti. Po nga mosdija dhe ignoranca, njeriu shpesh herë i merr disa qëndrime të gabuara. Prandaj adhurimin, definicionin në Islam, vija trasha nën kupton çdo fjalë, çdo veprim, qoftë ajo fjalë apo veprim që duket, që shifet, po mund të jetë edhe ndonjë veprim që nuk shifet, e që Zoti është i kënaqur me atë punë. Ha, kushti është që kënaqësia e Zotit, Zoti më qenë i kënaqur me atë punë që po don, Zoti më dort atë punë që e don. Prandaj, si thash në fillim, pe kushteve apo pe gjërave që e veçojnë adhurimin në Islam e para është se adhurimet në Islam kurzohen me sinqeritet. Pra me pas për hir Zotit. Punën që e bën, ajo punë, peshën e bën, e fiton, nëse e bëjmë për hir Zotit. Dhe kjo është pika shumë e rëndësishme e cilën njerëz
shpërblehen pastaj në bazë sinqeritetit tyne. Dikush është më i sinqert, dikush është më pak i sinqert. Mund me bë dy persona në njëjtën punë, po tjetri më shpërblim më shumë, tjetri më pak. Ku kthehet ajo baza e vlerësimit punës tij, është e sinqeriteti. Prandaj, çështja adhurimet në Islam i dedikohen vetëm Allahut. Edhe është vija e kuqe. Gjithsesi ka një farë kufini. Kufini i tolerancës është në Islam se adhurimet që i bëjmë vetëm për hir të Allahut dhe vetëm atë e adhurojmë, dhe asnjë tjetër. Thelbi në Islam është njësimi i Zotit, la ilahe illallah. Nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut. Krejt punë që pi bëjmë na, çtu e është qëllimi, çto është qëllimi me realizuar. Po e zëm të krishterët e kanë, siç e dini, krejt filozofia e shpjegimit e adhurimit tynet shkon te Triniteti. I Ati, i Biri dhe Shpirti i Shajt. Krejt aty sillen, se aty e kanë atë parimin e tyne. Të jahudit për shembull e kanë të çështja e bindjes se ata janë popull i zgjedhur, janë njerëz veçantë. Prandaj edhe jeni të vetëdijshëm apo jeni ndjeni se e vetmja fe që nuk i fton të tjerët, hajde mu bo jahudi, është feja që fute. Ata nuk i ftojnë tjerët, hajde mu bo. Se ata mendojnë që ata janë mjaftueshëm, janë zgjedhur dhe s'kan nevojë për tjerë, bel nuk të pranojnë. Nuk ka që për shembull krishterët është fe misionare. Ashtu siç është Islami nuk diskutohet që është fe misionare, se Islami do të krejt me bo bashkë, hajdeni nuk ka dallim çfarë gjyre çfarë. Te çifotët të jahudit, jo. Jo se ata e konsiderojnë veten, burimi i fesë tyne është që mendojnë që janë të zgjedhur dhe të tjerët janë shërptorë të tyre. Pra mos me hyn ne. Po kthehem te parimi ynë. Pra, e para është kushti i parë për me pranu i malli Allah veprimin, cilët e bëjmë ne, është se ai veprim duhet jetë vetëm për hir të Allahut dhe për asnjë tjetër. Cilësia e dytë e fesë, cilësia e dytë apo veçoria e dytë e adhurimit në Islam është se është e bazuar apo e ka burrimin prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra prej fjalës Zotit dhe fjalës pejgamberit. Pra në adhurime nuk ka çështa mërmendja. Në adhurime ka mu krye urdhni i Zotit ose urdhni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në adhurime nuk vjen në konsiderat mendimi i njerëzve. Ti ndonjëherë mundesh me kuptue shkakun pse po adhuron, po mundesh edhe mos me kuptue. Prandaj gjëja e cila na dallon neve pe të tjerëve është se ne burrimet e besimit ton i marrim nga Kurani dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe këtu bazohet ky qëndrim, bazohet edhe në hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë se kush shpik në fen ton diçka që nuk është prej sajna, ajo refuzohet. Pra ndjekja, kushti për mu pranu një punë të i malli Allah është e para, siç tham, sinqeriteti, dhe e dyta është që atë punë ta bëjmë apo ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si veçori tjetër e adhurimeve në Islam është vllazni, është edhe lloj-llojshmëria e adhurimeve. Pra adhurimi konsiderohet ushqim për shpirtin. Qysh ka nevojë njeriu, trupi njeriu për lloj-llojshmëri të ushqimeve. Po ashtu edhe shpirti ka nevojë për lloj-llojshmëri të adhurimeve. Prandaj nuk ka tek ne e adhuroj Zotin veç me një formë lutjes, për shembull edhe ma përfundon gjë. Jo, adhurimi është i lloj-llojshëm. Duke filluar prej namazit, i cili është shtylla kryesore e Islamit. Pastaj vjen forma tjetër e adhurimit dhe që kemi tani pranë muajin e bekuar të Ramazanit, është agjërimi. Ai është adhurim, është vepër në vete. Është formë e adhurimit në vetvete.
zeqati si zeqat, edhe ajo është forma e adhurimit që ne i afrohemi Allahut. Është haxhi, edhe adhurimet të tjera ndryshme. Pra, nuk është vetëm një formë i drejtohesh Zotit edhe kaq përfundove, por ka lloj-llojshmëri se si ne ti afrohemi Zotit ton të madhërisëm. Specifika tjetër, po ashtu që është me rëndësi është se adhurimet në Islam, dhe kjo, ku i morim këto vllazni, këto specifika, edhe këto një farë mënyre, na tregojnë se feja jon është e vërtetë, është prej Zotit. Se çdo sen është me kantar, me maturi, edhe me kufizime, me rregulla. Edhe këto rregulla janë përputhshme njëra me tjetrën. Nuk ka kontradikt. Prandaj edhe buron prej të mallit Allah. Pra veçori tjetër është se adhurimet në Islam janë caktuar me kohë. Po e zëm, po e fillojmë pe namazeve. Pra janë kohët e namazeve. Kur falet, ka çdo namaz e ka kohën e vet. Kalojmë te agjerimi, Ramazani, e ka kohën e vet, pra caktohet muajin, cili muaj? Ramazan, po me agjeru. Njeri muhet me agjeru tër vitin, mos me agjeru Ramazanin kur gjë s'ka bo. A Ramazani është ai i cili duhet agjerohet. Që ky muaj? Edhe kohën kur? Prej syfyrit deri në iftar, është e caktuar. Nuk është e caktuar me orë, sa don ti. Po lindja e mëngjesit që është para lindjes diellit, thotë që është imsaku, që është namazi i sabahut, koha kur hyn, edhe namazi i akşamit gjithsesi iftari, perëndimi i diellit. Lidhet me diell. Mund të më thonë valla diçka pendroj, unë ditën s'po më kam nën, s'është me orë, me çeto orë po i bëj natën. Nuk shkon. Nuk është adhurim ajo. Adhurim është me adhuru Zotin kohën kur ai e ka caktuar. Kohën. Po e zëm tani koha të zeqati. Kur jipet? E ka kohën e caktuar. Kur ti bësh një vit posedent pasurisë. Çaj, pra viti me vit është e caktuar. Haxhi. Nuk është kur don ti me po. Po është koha e caktuar. Është në 9 Dhulhijhe, sipas llogarisë të hijretit. Fillon, që është dita Arafatit. Pra, e ka kohën e caktuar. Edhe Arafati, po e thon, është në kohën dita e caktuar. Mos me qëllu në Arafat, badeo që ke shkue në Qabe. Haxh s'ki. Mos me qëllu ditën e Arafatit në vendin e Arafatit. Pra, ç'kjo është ajo adhurimi, që është veprimi të bëhet me kohë caktuar. Po ashtu është edhe e caktuar dhe vendi. Po e zëm, janë disa adhurime, siç është namazi për shembull. Namazi kudo që të nxen, u fal. Kjo është, zaten edhe kjo është prej veçorive të fesë sonë, edhe këtë me ditë, se të tjerët e adhurojnë Zotit vetëm në tempujt e shenjtë tyne, në kisha, sinagoga. A për muslimant i malli Allah për mshirës që ka ndaj neve na e ka shtru dhe na e ka bot tokën, xhami. Toka, këtë rruzullit toksor, është xhami për neve. Ku do që të na zë namazi, kemi mundësi mu falë. Edhe duhet mu falë. Pra na është të caktuar me vend. Po e zëm, namazi xhumas, për kushteve tina për mu falë është, mu falë xhami. Nuk mundën na mu bo bashkë kajde po falemi në shtëpi. Po duhet me qenë xhamia. Po ashtu dhe përmenda me herët Arafatin. Nuk mund është ti kur dën, po duhet me shku të qaj vendi që ty edhe ai është i kufizuar me kufi. E ka sasin e caktuar për me kry atë vepër. Ose po e zëm është tavafi. Tavafi vetëm i adhurimit cili bëhet është vetë Qabe. Nuk ban njeri tash hajde po bëj se veç më rrotullu është ibadet. Ama që ky ibadet nuk ban mu bo kërkun tjetër përveç se Qabës. Mund është me bo xhamin që tale për rrotullu me qëtu. Ti rrotullu është katë se koti, bile veç garkosh se nuk ban. Pra, kemi rregull. Po ashtu, adhurimi në Islam është i caktuar edhe me sasi. Me fal namazin, po sa? Janë 5 dite.
E tash edhe ato brenda veti kanë. Sa e ka për shembull sabahi? E ka caktume. Për faze po filloj, janë 2. Nuk mundesh me fol 3, as 5. 2 janë caktume. Dreka i ka 4. Farz po flas der. Ikindia po ashtu 4, akshami 3. Jacia 4. Është e përcaktuar sasia. Agjerimi është i caktuar. Muji Ramazanit, ai ka 29 dhe s'është mësi, muji. Sasia, po e kalëm të zeqati, sasia. Sa pare duhet me pas? Sa pasuni duhet me pas? Edhe sa duhet me dhonë, mandej? Është e përcaktuar. Në të holla është sasia e 85 gramve të dukatit, apo kundër vlera e saj. Sasia është 2,5%. Po e zëm, të bereqeti ndryshon situata. Të bereqeti nxirret, jipet zeqati kur miret. Çdo moment që e vjen, obligohesh me dhënë, s'ka nevojë një vit me kalue. Grunin për shembull. Edhe nëse sasia sa, pravarësisht është 650 gram, është diçka grun, ose bereqete tjera. Sa nxirret? Nxirret 10%, jo 2,5%. Pra ka dallim. Ose po marr bakti, ose pra çdo veprim, çdo allurim e ka sasinë e caktuar. Po zëm pe kemi tavafin. Është i caktuar me numër, sa? 7. 7 herë tullim. 7 herë me gjujt gurt. Pra i kemi sen e kret një farë mënyre më shpreh kështu skicume. Sigur se kur arkitekti e bën një diçka, një objekt, që ka çdo sen në vendin e vet, edhe në tek ne në Islam, allurimet janë të kufizume. Edhe janë të projektume në atë formë, jo nga ana jonë, thamë më herët. Burimin e kam pe fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu cilësi tjetër që mendoj që është shumë si thëmë kapshme dhe aktuale në vendet ku janë të përhapur krishterët që mendoj që kanë pikën e dobët ata këtë pikë, ata vetë e pranojnë, është çështja e ndërmjetësimit në allurim. Na në Islam allurimet i bëjmë drejt për së drejti pa pas nevojë për ndërmjetësim. Pra s'ka nevojë në mes neve dhe Zotit me qenë krijesa tjera. Po drejt për së drejti i lutemi Zotit. Dhe kjo është ndoshta pej pikave juve mund me ju ra, më ka ra me lexue, pe njerëzve të cilët e kanë pranuar Islamin dhe kanë qenë krishterë dhe kanë thonë dhe kanë shfaq se pej pikave që më shumë të neve na kanë pengue në fen ton, që na ka brengosur është që ky fakt. Duhet me shkue me u dëftye apo me u rrëfye tek prisi i tyre për me tregue se çka ka bo ai, kusht për m'ju fal gjunohet. E që tek ne në Islam kjo është eliminume. Pra je i lidhur drejt për drejti me Zotin. S'ka nevojë kërkosh me t'i ditë dobësitë e tua, mangësitë e tua, gjunohet e tua, veç atij drejtohu çaq. Pra shumë është çështje e pastërt. Prandaj Allahu kur thotë beqali rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahu kur thotë o ju robët, ka thënë Allahu, më thirrni, më ftoni, më kërkoni prej meje, unë ju përgjigjem. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe nëse të pyesin ty robët e mi për mua, unë jam afër atyre. Unë jam afër atyre. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem thirrësit apo ai i cili më thret në moment që kërkon prej meje. Pra i përgjigjet robëve të vet. Fastajibu li dhe kërkoni prej meje, thot Allah. Lutni. Edhe është një gjë interesante, po ashtu në këtë kur thash fjala lypni, është tabiati i insanit. Sa më shumë që të kërkon njerëz me të lyp diçka prej teje, i hupet vlera atyre njerëzve. Të lodhen. Çdo herë që të lypin. Te Zoti është e kundërta. Sa më shumë që i lypim Zotit, te Zoti shkojmë më lart, ngritemi më lart.
Ja këqyrën e të vetë përbane, sheshenin familjen tonë, dikush që të lodhë, zërë ku të lyp, pak i hup vlera ati. A të Zoti sa ma shumë që lyp, na ngritet vlera të haj. Azza wa Jall. Po ashtu vëllezër të nderuar, është fakti se ky lloj ndërmjetësimi është për faktin se ne në Islam, që thamë edhe më herët, jemi të lejuar drejt vërtetë me Zot. Prandaj pejgamberët tek ne janë veç kumtues, lajmëtar, ata që na kanë njoftu për Zotin. Dhe jo që ata janë ndërmjet neve dhe Zotit. Ta vetëm janë ata cilët e kanë për obligim, apo e kanë pas për obligim, me na tregu neve rrugën te Zoti. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veten e vet i ka thonë që unë jam abd, unë jam rob i Zotit, dhe i dërguar i tij. Pra nuk i ka ftu njerëz që ai më bë dikushi, po i ka ftu njerëz që mi qu të adresa e vërtet e që është Zoti. E tash pas pejgamberlerve, kjo detyrë është e dietarëve, që mi ullëzu njerëzit ka i malli Allah. E tash prisit fetar të religioneve të ndryshme, shpesh herë rolin që njerëz atyre ju besojnë e kish përdorin. E kish përdorin në aspektin material, apo në aspektin autoritativ. I bëjnë që ta më ngrit banalt, pra nësio kjo fjala kleri, kur thuhet kleri, nuk i përshtatet Islamit. Nuk është mirë me thonë kleri Islam, se në Islam nuk ka kler. Se kler për i bjen njerëz cilët vendosin regula se si duhet të allurohet, apo se si duhet të afrohemi te Zoti. Në Islam, hoxhallarët nuk janë kler, ata nuk vendosin regula, ata spjegojnë regula. Ata vetëm spjegojnë çysh është. E prandaj, kjo na bën neve që një mënyre të vim konstatim se ne jemi vetëm ata të cilët e spjegojmë fejen dhe gjithë synojmë, si xhamati, si njerëz thjesht, si hoxhallarët e synojmë çysh me arrit kënaqësinë e Allahut dhe të arrim me fitue atë çka ai është i kënaqur me neve. Po ashtu, një fakt tjetër që e bën vllazni adhurimin në Islam tjeti veçantë, është se adhurimet në Islam janë bazume në lehtësi. Nuk ka adhurim që Zoti kërkon prej neve e që ne mos kemi mundësi me krye. Kur them kështu është fjala mos me çun vend fjalën e tij, se ndonjëherë ka disa punë që s'mujna me kry ç'sh po do Zoti. Po s'kena mundësi, po në rast se s'ke mundësi, atëherë çaj që të ka obligue me çato, ta ka tregue alternativën ç'sh më ofru atina. Për të arsye pe kushteve të fesë, apo pe kushteve të namazit, falni, na e dim që është qëndrimi në kam. Po ky kusht bjen, nëse s'mujna me qëndru në kam. Edhe nuk ban njeri më arsyetue, me thënë, valla, unë s'muj më falë, se unë s'po muj me qunë në një vend, një pjesë të adhurimit e që është qëndrimi në këmbë. Përndaj, s'mundesh këmbë, falu ullur. S'mundesh ullur, falu i shtrirë. S'mundesh me marrë abdes, s'mundesh me marrë abdes. Merë të imam. Pra ki alternativa. Nuk je blokun, vallaj, unë s'po muj edhe u kry, faktikisht, unë feja nuk po më përfshin mua. Nuk ka askush i përjashtum prej Islamit. Çdo kush e ka vendin e vet. Se Islami është për njerëzit, për mi nderu ata. Prandaj kjo është e bazuar në Islam, ku Allahu thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon asnjë njeri përmbi mundësitë e tina. Prandaj kur thot dikush s'ka mundësi me bon, qof namaz, qof agjerim, një farë mënyrë sikur se po e sfidon Zotin. Zoti po thotë, unë s'po e ngarkoj kërken ma shumë, e ti po thu, valla s'po muj. Po Zoti nuk ngarkon ato. Ti një farë mënyrë sikur se në formë indirekte po e akuzon Zotin që të ka ngarku me diçka që ti s'mundesh me bajt. Prandaj, kjo po ashtu vëllezëruar është një lehtësim shumë i madh, që muslimani nuk ka mundësi mu gjinë ndonjë situatë e që mos me pas zgjidhje. Dhe është ai rregulli
në Islam i përgjithshëm që jep zgjidhje po ashtu njeriu, ajo është ad-daruriyat tubihul mahdhurat. Domosdoshmëria e lejon të ndaluarën. Jemi shumë raste kur s'ki ka me amajt. Kjo e ndalume është, po për këtë moment të lejohet me shpëtu jetën. Hajnia është e keqe. Mirë, po për shembull jemi në situatë tillë që jemi të urritur, edhe kemi përpara veti mundësitë për me marrë ushqim sa për me shpëtu shpirtin. Është një xham që ti duhet me thy, ama me shpëtu shpirtin, mos më keq kuptu. Valla aty të lejohet me thyje, me marrë që të ushqim, me hongër, sa me shpëtu jetën. Kjo është vjedhje, po është vjedhje, po në këtë rast të është leju kjo për shkak të shpytje shpëtimi jetës. Ose për shembull ushqimi i ndalum që është, na e dim që deri është për ushqimeve ndalume në Islam, mirë po nëse është pyetje jeta me shpëtue, atëherë lejohet aq sasi sa ty të mundsohet me shpëtue. Pra, çdo herë ka zgjidhje dhe një mënyrë i përshtatet njeriut dhe kërkohet për njeriut aq sa ka mundësi ai me bë veprime. Për shembull, te çështja e namazit, po marr që është më praktike që shpesh herë po na ndodh. Kemi xhamatli që namazli është krejt, po një sprovë të vogël ja çon Zoti, nuk po din mu gjet, nuk po din me bë zgjidhje. Me shku, me ra një smuje i bjen, nuk mujë me majt urinën, ose pa pastërti në trup, edhe me njerë dërzohet. Edhe çka thot? Nuk jam, qyre, kështu i një pleshtat, nuk jam i pastër për mu falë. Edhe me qëto, subhanallah, shejtani ja përzin, apo ja turbulon, edhe le namazin. Me justifikim, thot valla smuj se Allah i nderoft unë urinën jam pe prostatës, edhe nuk mu me maj urinën. Edhe qka? Pa është kusht pastërtia për namaz? Po, Allah kusht është. Pa unë qëtë kusht s'po e plotësoj, e qka? Me lon kretë namazina? Po aji kusht është pra që ka mundësi. Aji që s'ka mundësi, ky kusht bjen. Edhe nuk lihet namazi. Për shkak të një kushti që s'ke mujt me pësu. Një, si kushte që tha më herët, nuk mund me qunë kam njeri u falet ullur. Nuk mund abdes, merë të imam. Prandaj, namazi, nuk mund, trup, nuk mund mu pastruhe, nuk mund të mu pastruhe. Është gjenja t'ilë, për zamë është spital, se nuk mund të mu pastruhe me ik pe vetit. Koha namaz për ikë, falë namazin nuk lihet. Pra, gjëja pëse në du me arë në konstatem në ato është se Islami, allurimet që i ka të bazume në atë formë që janë të lehta apo të mundshme mu krye. Asë një allurim, Zotë e për neve nuk e kërkon për me na rëndue, po për me na lehtësue. Po ashtu pe specifikave të allurimeve në Islam është se allurimet në Islam janë të lidhura me mendje, me besim. Kurse fizika është mbranda mundësive. Pra, nuk i bjen, nuk lirohet njeriu prej allurimeve përderi sa ka mundësi me mend, me alluru Zotin. Edhe nëse s'mund me lëviz heq. A i ka mendjen me dalue çka është e kështë, a i është i lidhur me Zotin. Zoti atë një mënyrë kërkon prej tij të jetë i lidhur me të. Dhe shumë prej allurimeve na bin, siç thamë më herët, çështja e lehtësisë. Namazi i udhëtarit, që janë nisim pej tashtit, janë disa lehtësime që duhet me pranu pa çare. 4 rekate falen 2. Që është lehtësim, po që është obligativ, duhet me pranue. Kanë thënë dietar që kjo, duke u bazuar në hadithin e ka thënë pejgamberi që kjo është dhuratë, pesut pranoj dhuratën. Ai na ka përcaktuar. Prandaj lirimi i agjeruesit, njeriu i cili nuk mundet me agjeru, qoftë për shkak të udhëtimit, qoftë për shkak të smundjes, lirohet për agjerimit. Po i vetmi allurim i cili nuk lirohet njeri në asnjëherë është namazi. Përderisa ka mendjen. Namazi, shiqeni, gjitha situata, Allahu të regon qësh duhet më falë kur je normal, qësh duhet më falë kur je në udhëtar. Ki
mundësi. Qysh mu falë kur je i smur? Bile në Kur'an e përmend edhe forma e falurit kur jemi në front. Front je, në vijën e frontit, luft. Edhe aty na shpjegohet forma se si duhet falmi. Dhe kjo nëse tregon për diçka, tregon për peshën, rëndësinë dhe pozitën që ka namazi në Islam. Si gjëja tjetër po ashtu e cila e përfshin është se që është veçori e adhurimit në Islam është se njerëzve kur thuhet me adhurue, më njerë, sikurse që na i morën shembuj vetëm u rrotullum rreth shembujve që ka të bëj rreth namazit, agjerimit, zakatit, haxhit. E tash adhurimet në Islam janë gjithëpërfshirëse. Nuk janë caktuar vetëm me këto që i përmendëm na, po hyjnë gjitha sferat jetës. E që shumë prej muslimanëve këto i lënë anash. Për shembull, adhurimet që kur fillojnë me në shitblerje njeriu ka adhurim. Adhurimi hyn edhe në shitblerje. Çka e ki halal, çka e ki haram. Qysh shitet malli, qysh blehet malli. Qysh bëhen marrëveshje tregtare, ajo është adhurim. Po adhurimi hyn edhe në kurorëzim. Për me u lidh një djalë i ri me një vajzë, janë rregulla, cilat duhet të respektohen. Janë dëshmitar. Mandej është dhurata e kurorëzimit. Pastaj jeta bashkëshortore, ajo është adhurim. Obligimet të ndërsjella që kanë burri me gruan janë adhurim. Adhurimi hyn edhe në shkurorëzim. Që shumë prej muslimanëve kur vjen pyetje shkurorëzimi nuk do me ni bile për çfarë rregulla ka, çfarë obligime ka. Jo, njeriu kur ndahet pe gruas, edhe aty është adhurim, se duhet me pas kujdes obligimet që ka ndaj sajna. Po ashtu edhe gruaja kur shkurorëzohet, edhe ajo e ka adhurim, mos me u martu në 3 cikle, e ka të ndaluar edhe çaja pjesë e konsiderohet adhurim. Duhet me prit, nuk ba mu martu me njerë me tjetrin. Ose gruaja që i vdes burri, është adhurim, që ajo pas vdekjes me majtë zi 4 muaj edhe ditë. Dhe kjo është adhurim. Pra, shumë sende e kimi na, që edhe, nështë edhe mungesa e njohurive, tash mos me këtë, me gjitha të, adhurimi hyn në të gjitha sfera gjithë. Adhurimi hyn edhe në trashëgimi. Po, dojnë me da pasunin, baba i kalon pasuni fëmijëve, tash sa më takon, tep takon. Edhe aty është adhurim, janë rregullat përcaktuar kujt sa i takon, kush janë trashëgimtarët. Dhe sasia sa i takon. E tash muslimani e shfaq adhurimin e tij edhe në kësi situata. Pse? E merr ajo që i takon dhe ja jep atij çka i takon. Dikuj tjetër, nuk e merr hakun e huaj. Dhe gjitha këto na dëshmojnë një fakt të rëndësishëm, ajo është se veçoritë e adhurimit në Islam dallojnë prej të tjerëve për faktin se ne e njohim Zotin ton, e besojmë Zotin ton dhe atij i afrohemi nëpërmjet asaj forme që ai don. E për me ditë çka don ai, na duhet me ndjek Kur'anin dhe Sunetin. Nuk mundesh me afru Zotin çysh don ti, çysh ke qef ti, po çysh ka qef ai. E çysh ka qef ai nuk mundna me ditë pa i besu fjalës tij dhe fjalëve të të dërguarit tij sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin në pika shkurtra që kam e poshtë arsyeshme përmend rreth kësaj çështje që mendoj është thelbësore dhe mendoj që çdo kënd prej neve na prek në jetën e përditshme. Prandaj këto veçori të adhurimit që i përmenda mendoj që janë të nevojshme si për neve si musliman me pas parasysh t'i dim, po njëjtën kohë edhe komunikim me tjerët është e udhës që t'i dim edhe t'jemi në gjendje me dhënë përgjigje në forma bindëse, se dhe nëpërmjet saj njeriu bindet se fjala, gjithsesi feja e Islamit është feja e Allahut dhe feja e vërtetë dhe ndihemi krenar që Allahu na ka nderuar me këtë fe. Allahu i shpërblet për vëmendjen. Allahu i nderoft edhe një herë për ftesën
dhe dhash Zoti që nëpërmjet juve të përhapet edhe mirësia edhe bereqeti në këtë xhami, po edhe në masën e gjën këtij vendi këtu. Zoti ju nderoftë.